Zëvendës kryeministër i parë dhe ministër i punëve të jashtme dhe diasporës Glauk Konjufca. Zëvendës kryeministre e dytë dhe ministre e drejtësisë Donika Gërvolla. Zëvendës kryeministër i tretë për çështjet pakicave dhe bashkëpunim ekonomik Fikrim Damka. Ministër i Financave dhe Ekonomisë Hekuran Murati. Ministër për Familje dhe Mirëqenie Sociale Andin Hoti. Ministër i Mbrojtjes Ejup Maqedonci. Ministër i Punëve të Brendshme Xhelal Sfeshla. Ministër i Administratës Publike dhe Digitalizimit Lulzon Jakgjiu. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Avni Zogjoni. Ministër i Kulturës dhe Turizmit Fatmir Spahiu. Ministër i Sportit dhe Rinisë Blerim Gashani. Ministër i Administrimit Pushtetit Lokal Rasim Demiri. Ministre e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor Fitore Pacolli. Ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural Armend Muja. Ministër i Infrastrukturës dhe Transportit Dimal Basha. Ministër i Tregtisë, Industrisë dhe Integrimeve Evropiane Mimoza Kusari. Ministre e Energjisë dhe Minjerave Artane Rizvanolli. Ministër për Komunitete dhe Kthim Nenad Rashić dhe Ministër për Zhvillim Rajonal Sejnur Vejshall.